Një operacion I koduar nga policia e Gjirokastrës ka vënë pranga 3 persona dhe ka shpadur në kërkim 2 të tjerë pas disa javësh hetimet që çuan në zbulimin e një arsenali armësh dhe lëndësh narkotike. Në pranga ka rënë 57 vjeçari me precedent penal për trafikun e lëndëve narkotike dhe djali I tij, ndërsa djali tjetër I 57 vjeçarit të shpadur në kërkim. Po ashtu është arrestuar dhe një 21 vjeçar, ndërsa një tjetër person që dyshohet se I përfshirë në veprimtarinë kriminale është shpadur në kërkim. Gjatë kontrolleve të ushtruara në banesën e tyre, policia I gjeti dhe sekuestroi një sasi të konsiderueshme armësh dhe municionesh, përfshirë 2 kalashnikov, një pistolet, një armë gjau dhe një bajonet, si dhe një sasi të madhe fishekësh luftarak. Po ashtu, gjatë operacionit u sekuestrua një sasi heroin, 300 fara të dyshuara si kanabis, si dhe një shumë prej 10.000 eurosh dhe 100.000 lekësh, të cilat dyshohen se janë përfshirë nga veprimtaria e pajlishme. 2 personat e shpadur në kërkim, të cilët sipas burimeve janë kushërinj të njëri tjetrit, po kërkohen nga forcat policore në zonën kufitare të qarkut. Operacioni u zhvillua nga drejtoria vendore e policisë Gjirokastër në bashkëpunim me seksionin për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve e sektorin operacional Forcat Shqiponja në komisariatin e Gjirokastrës e Tepelenës në drejtimin e prokurorisë së Gjirokastrës, e cila ka marrë në shqyrtim rastin dhe po vijon veprimtarinë hetimore për dokumentimin e plotë të rrjetit të dyshuar kriminal. Burimet nga grupi hetimor bëjnë me dije se hetimet pritet të shtrihen edhe në zonat e tjera të jugut të vendit, pasi dyshohet se armët dhe lëndët narkotike mund të jenë pjesë e një trafiku më të gjerë rajonal.